لله الحمد لله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله الملك الحق في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم تشمع الاستنبار kita hafal dari kitab Allah termasuk sunt due universi adalah benar-benar berdiri di hingga pagi que usam Allah e o benar na rubia é que um aisca puxa usam deixamos se no caso que é pois Allah zoti te botare se deixamos se Muhammad alayhi salam esta roda da buari o unires viene se chiara mai prima che deve Allah Uzimi mai meno ci avete Uzimi Muhammad Mustafas per te chiamano per rappresentare l'Italia che vuole definire shahadati la ilaha illallah se non caso per Allah siete perché chiamano per Dio o io non vedo Allah zoti madrishen per chiamare Dio o io ci viene sua tiene free Allah ne sincerità da verdade mosdisti posto che tiene besita musulmano من سورة المائدة آيات البيت الزوار ملان الله ثور ده ديموني نميرسي ده مشمري ده مصر ديموني ده مكاتة الهامي جسي تده مؤيدني Urdi hinor për njeriu nga ana e krijuesit të gjithësisë është shumë e qartë. Ai kërkon që njeriu të jetë komunikativ, aktiv dhe pozitiv në jetën e tij. E asesi njeriu nuk guxon si besimtar apo si njeri të jetë i mbyllur, jo komunikativ dhe pasiv aty ku jeton dhe vepron. O ju njerëz, ndryshe nuk mund të kuptohen në fjalët të Madhit Zot kur tha ndihmohuni në mirësi dhe devotshmëri përpos që besimtari të jetë pozitiv dhe të jetë burim vlerash për shoqërinë. Për respektuar besimtarin. Më lejoni që në këtë ditë të madhe të lexojmë disa rresha të kësaj hutbe të cilën e kam emërtuar o njeri për pozitiv në jetën tënde. Të ndërruarit e mi, shumë njerëz tani e kanë lënë pasdore thirrjen e besimit islam. Që besimtari të reflektojë energjinë pozitive të marrë si rezultat i besimit të tij. Dije se feja jote është fe pozitive. Andaj besimtari u edukuar nga kjo fe të jetë një aktiv dhe të jetë i dobishëm në shoqëri, me qëllim që ne të ndryshojmë veten. Dhe të rifletojmë me si shoqëri, ne që nga tani duhet t'i themi vetes mjaft me këtë pasivitet dhe negativitet. Tani është treguar për të qenë aktiv dhe pozitiv. Këtë duhet ta thotë secili nga ne. Duhet të fillojmë nga vetja jonë, të ndryshojmë duke filluar nga shtëpi, banesat të jetojmë, nga lagja, rrugët, e fshatrat e qyteteve tona dhe banimi ku jetojmë. Që sot, në këtë dimër acat për plotë borë, do të themi mjaft udhjen e borës në rrugët e të trotuare. Të themi mjaft me ujrat të pista që lëshojmë rrugëve tona. Të themi vetes mjaft djegjen e lëndëve të cilat do t'i ajrin tonë. Të themi të gjithëve, o ju njerëz, o ju besimtar, pastërtia është e gjysma e besimit tënë.
Andaj mjaft me djegjen dhe hudjen e meturinave kudo. Mos haro se uji është jetë, andaj ruaj bujimin e ujit, proca, lumri, nga sa ky është jeta, jo të armës tënde. O ju besimtar, pjesë e besimit tonë është edhe largimi i pengesave nga rrugën, për të gjithë jemi dëshmitar se një pjesë e madhe e rrugëve tona, trotuarëve janë të zëna për plot me marra pjesëqende të cilat pengojnë kalimtarin e rastit. Secili nga ne jemi duke parë rrugë për plot vetura të parkuara anekan të vendeve. Ne t'i themi mjaft këtyre dukurive që për një kafe e vendojnë rapër në mes të rrugës duke penguar komunikacioni. Sot do të themi mjaft si musliman, të cilët jemi kalimtarë në rrugë për dhe si konsor, mjaft i themi mos respektimi të shenjave të komunikacioni. O ti njeri, se ma mori po të flet ty, komunikon ai me ty, andej drejtohu drejt asaj që të thotë semafori, respektohu ngjyrat e saj, të çmuar vëllezër. Ne si shoqëri, kur njëri nuk do të ndryshojmë dhe do të rimërkëmbemi, kur ndërmjet disudon pasiviteti dhe negativiteti. Djeni se imani Zotë thot, inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk do të ndrojë gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndrojnë veten e tyre. Secili nga ne do të ndërtoj dhe të filloj të jetë pozitiv, duke mbatur në dorë flamurin e aktivitetit që të jetë shembull për të tjerë. Tregohet se një imperator kines kishte vendosur një shkëmbë të madh në rrugën kryesore, i cili njerëzve u pengonte kalimin. Në afërsi vendosi një roje që t'i vëzhgoj kalimtarët e rastit. Personi i parë që kaloi aty pari për një tregtar i madh në vendi. Unë e ndrikos shumë. Filloi të shaj atje ka vendosur këtë burr, pa e ditur se ai ishte perandori. Filloi të përdas, do të ankohen te perandori, do ta dënoi perandori atë që ka venduar këtë burr në mes të rrugës, duke mos e ditur i shkreti se shante perandori dhe do t'i ankohej atij. Personi i që kaloi ishte një ndërtues votinash, edhe ai veproi njësoj si tregtari, por ishte në zë pak më të ulët, sepse ai ishte me pak ndikim se tregtari në shoqëri. Pastaj kaluan 3 shokë të rinj, që ndruan në një anë të shkëmbit të filluan të tallen. Filluan të talleshin me atë që kishte vendosur shkëmbin, duke thënë se ai ishte një ignorant, një ahmak, një kaotik, dhe pastaj duke qeshur u larguan të rreth burrit. Pasi kaluan disa ditë, në atë rrugë kaloi një bujk i varfër. Nuk vëri asgjë, i përveshi krahët, të kërkoi që ta shtynte të largoj burrin nga vendi. E pasi nuk lërgis kërkoi ndihmë nga kalimtarët që vinin dhe ata i ndihmuan e kështu e largoi burrin nga rruga. Kur bujku largoi burrin, në të gjetën e gjyq me arin dhe një letër në të cilën duhej, nga perandori tek ai i cili largon burrin. Kjo dhuratë është për ty, sepse ti je njeri pozitiv, u angazhove në zgjedhjen e problemit në vend se të fillosh të ankohesh, të nderuarit e mi. Në jetë mund të kemi fatin të lindemi, por edhe të vdesim në një ambient dhe atmosferë të mbytur për plot pasivitet dhe energji negative. Por e jona është të jemi në jetë pozitiv, sikur bujku kines. Të përpiqemi të ofrojmë zgjidhje pozitive kudo që lëvizim dhe veprojmë. Andaj, i nderuari vëlla, bëhu me Livon e popullit tënd. Ashtu siç përmendet në Kur'an shembulli i Livone, e cila ishte pozitive dhe kontribuoi në mbrojtjen e shoqërisë së saj nga çdo e keqe. Andaj, themi për në fund të zotit, bëna pozitiv në këtë jetë dhe bëna një shoqëri konstruktive ku luftohet e keqja dhe dëmimi. Zotin, në ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë. اللهم آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الذي قال العزيز الكلام كما قال الله